Alpetrol po bëhet kontribues në buxhetin e shtetit. Kështu e nisi fjalën e tij ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri nga mjediset e shoqërisë Alpetrol, ku ishte i pranishëm në zhvillimin e analizës së punës për vitin 2013. Ai ftoi koncesionarët dhe investitorët e naftës të investojnë në vendin tonë. Alpetrol për herë të parë fillon bëhet dhe kontribues në buxhetin e shtetit. Ndërkohë që të ardhurat ka pas shumë, por janë shpërdoruar. Dhe këto janë shpërdoruar në kurriz të interesit publik, financave publike, parat që ju i përmendët shumë mirë dhe keni bërë shumë mirë që në përmjet auditimeve tuaja keni kallëzuar penalisht ata njerëz që vërtet kanë përgjegjësi për këto. Ndërmarrja është përdorur si një thes, do ta thoja, politik, ku punësorën njerëz që as kanë qenë fare këtu në Shqipëri, janë mbi 1000 njerëz që kanë qenë punësuar tepër thjesht për qëllime elektorale. Prodhimi i naftës në Shqipëri po rritet, e kjo është gjë e mirë, sektori i naftës ka perspektivë, fali investimeve tuaja dhe këtu duhet ta përsëris që njerëzit duhet ta kuptojnë, është shumë e rëndësishme vazhdimi i investimeve nga shoqëri serioze në Shqipëri në fushën e naftës. Ministri Gjiknuri tha se do të kërkojë struktura të forta nga shteti për të menaxhuar kontratat koncesionare. Deri tash është ndjekur praktika që do ta thoja jo shumë transparente, që negociojnë me një shoqëri të vetme dhe shpesh herë kontratat e naftës kanë qenë objekt interpretimesh politike, objekt me drejt sulme për shkak të mungesës transparencës dhe shpesh herë ka rënë në duar të investitorëve spekulant. Në fjalën e tij, ai është ndalur edhe në lëkundjet e ndodhura në Sharrës, ku tha se po hetohet për evidentimin e shkaqeve të vërteta që shkaktojnë lëkundje në këtë zonë.